edhe bon gabime, bon gjënahe, atëhere ku është rrugdalja? Ku është rrugdalja kur ne ta kuptojmë se kemi qenë gabim? Rrugdalja, vëllezër, është mi kërku falje Allahu te bareke ve taala. Në gjuhën popullore themi me bë istighfar. Qysh bëhet istighfari? Forma më e mirë është me thonë astaghfirullaha wa atubu ilejh. Të kërkoj falje o Allah dhe tek ti pendohem. Pra i kërkon falje Allahu te bareke ve taala. Çfarë ndikimi ka kërkim falja në jetën e dynjas? E para, vllazën, që do të me pas parasysh, me kërku falje do të thot me qenë i vëmendshëm, me qenë i kujdesshëm për gabimet që i ke bë. Dhe me pranue fajin është cilësi e pejgamberëve të Zotit. Edhe ata kanë bulshime të vogla, por në krahasim me gabimet tona, ato janë konsideruar sikur gabime goxha të mëdha, edhe çka i kanë kërku falje Allahu te bareke ve taala. Andaj duhet me pas parasysh në këtë botë, sa më shumë që bëjmë istighfar, sa më shumë që i kërkojmë falje Allahut, dënimi i Allahut është larg nesh. Nëse si popull shquhemi e kemi këtë cilësi që i kërkojmë falje shumë Zotit, atëherë si popull jemi të sigurt se këtë vend nuk e godasin belat mëdhaja, nuk e godasin sprovat mëdhaja, sepse Allahu te bareke ve taala e largon dënimin e dhimbshëm ndaj një individi, apo familje, apo shoqërie, apo vendi, kur ata janë duke bë istighfar. Nuk i godet dënimi i dhimbshëm i Zotit ata që bojnë shumë istighfar. Allahu thot: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu nuk i dënon ata, nuk i bën adhab ata duke qenë në istighfar, duke qenë prej atyne që i kërkojnë falje. Pra Allahu nuk i dënon ata duke qenë në istighfar, në kërkim falje. Andaj pra e para jemi të sigurt që do të na mbron Allahu prej dënimit të tij të dhimbshëm, edhe na po e shohim botë çfarë dënimesh të lloj-llojshme. Jo pse njerëzit janë meritor të spravohen, por disa prej tyre, prej njerëzve apo prej shoqërive janë meritor të dënohen, dhe Allahu po jep dënimin e dhimbshëm. E dyta që duhet ta kemi parasysh, istighfari, kërkim falja e sjell mëshiren, rahmetin e Allahut. E sjell rahmetin e Allahut. Allahu i përshkruan fjalët e pejgamberit të tij Salihut alayhis salam në Kur'anin fisnik, kur i tha popullit e vet: "Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana." O popullim, tha, pse po dëshironi me bë të keqen para të mirës? O popullim, pse po nxitoni me bë keq para se të bëni mirë? "Laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun." Përse nuk i kërkoni falje Allahut? Përse nuk bëni istighfar dhe do t'ju arrin mëshira e Allahut? Përse nuk i bëni kërkim falje Allahut që t'ju arrin mëshira, rahmeti i Allahut? Pra sa më shumë istighfar, mëshira e Zotit është më e madhe në një popull, në një vend apo tek një individ. E treta, vllazën, edhe që është tetë e rëndësishme, se kështu na sillet edhe jeta rreth trashëgimtarëve edhe pasunisë. Sa më shumë istighfar, aq më të mira në dynja tek Allahu te bareke ve taala. Si shkak i istighfarit të shumt, kërkim faljes, Allahu i shton trashëgimtar djemë dhe vajza. Si shkak i istighfarit të shumt, Allahu sjell bereqetin nga qielli Elshonshiun, sjell bereqetin nga toka. Si shkak i kërkim faljes, Allahu i shton edhe të mirat materiale. Për ata Allahu Teala e përshkruan dialogun që ka bëu Nuhi alayhis salam me popullin e tij, që i ka thirr natën edhe ditën rrugën e Zotit. Dhe në fund Nuhi thot: "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuhi alayhis salam thot, ju thash, kërkoni faljen nga Zoti, sepse Zoti është
falës i madh. Yursili sama aleikum midrara, ja u sjell juve shiun e bollshëm. Ja u dërgon shiun e bollshëm, qoftë se ju çka, qoftë se i kërkoni falje. E para pra Allahu ju fal, e dyta e sjell shiun e bollshëm që është në mungesë në shumicën e vendeve të botës, dhe e treta wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Që do të thotë, bëni istikfar, sepse Allahu do t'ja ushton mallin, pasuninë, Allahu do t'ja ushton fëmijët tuaj dhe do të bën për juve kopshte edhe lumenj të shumtë. Keqja e gjunahit me të largu prej zemrës është shumë e rëndësishme, sepse disa po jetojnë të palumtur, nuk janë të kënaqur, nuk janë rahat, nuk janë të qetë. Çka po thonë? Po mundon diçka. Kur gjëst mundon? Vetë gjënaat që i ke bo, në rini tash jetë e pagu faturën me kamat në pleqni, ta ka hyp kamatën. Sikur bongat që e kanë bo 6-7, tash ai gjënahi ta ka lodh zemrën edhe trupin, edhe mos thëm shumica, po gjysa popullit ton, po bien të lodhën gjumë, po zhohen të lodhën, shkojnë punë me nxës të lodhën, kthehen të lodhën, shkojnë pa disponim, kthehen pa disponim, për ata ruhen në komunikacion.